Dalja e Limit para kamerave të Big Brother 2 ditë më parë nuk ishte thjesht një episod nervash I radhës. Ishte një shpërthim që zbuloi atë që shumë shikues e përshpërisin prej kohësh, se pas fasadës së një spektakli argëtues fshihet një makineri që prodhon tension, poshtërim dhe gjuhë të errët. Fjalët e tij kundër Olsa Muhamedit dhe produksionit ranë sigur në një ujë të turbullt që ka kohë që lëviz, por që askush nuk guxon ta trazojë seriozisht. Reality show në hapësirën shqiptare ka lindur me premtimin për të sjellë njeriun real, emocionet e vërteta, jetën pa filtra. Me kalimin e viteve ky premtim është shndërruar në një slogan bosh. Sot, ajo që quhet realitet televiziv I ngjan më shumë një teatri ku skenari shkruhet me logjikën e klikimeve dhe jo me logjikën e dinjitetit njerëzor. Limi foli pikërisht për këtë deformim, për mënyrën se si njeriu brenda shtëpisë trajtohet si mjet për shikueshmëri dhe jo si qenie me kufi emocional. Akuzat e tij ndaj autores së formatit ishin të rënda. Ai e përshkroi produksionin si një mekanizëm që nxit qëllimisht përplasje, që seleksionon skenat më të ulta dhe I servir si kulm të spektaklit. Sipas tij, programi po e humb identitetin dhe po shndërrohet në një arenë ku fiton ai që bërtet më shumë, jo ai që përfaqëson vlera. Këto fjalë mund të tingëllojnë si mlef personal, por ato përkojnë me ndjesinë e një pjesë të madhe të publikut që ndihet gjithnjë më I huaj përballë ekranit. Përgjegjësia e produksionit nuk është e vogël. Kur çdo debat I ulet shpërblehet me minuta të gjata transmetimi, kur ofendimet kalojnë pa asnjë filtr, kur figurat publike brenda shtëpisë lihen të linçohen verbalisht, atëherë krijohet një kulturë e re komunikimi. Një kulturë ku dhuna e fjalës normalizohet dhe ku shikuesit mësohen se për të qenë interesant duhet të jesh I pamëshirshëm. Kjo është pasoja më e rrezikshme e këtij lloji televizioni. Limi nuk është I pari që ngre zërin. Edhe më herët konkurrentë të tjerë kanë lënë të kuptohet se loja nuk është aq spontane sa duket. Se ka ndërhyrje të padukshme, orientime, preferenca dhe standarde të dy fishta. Por rallëherë dikush ka folur kaq hapur, me një gjuhë që diqte çdo orë pas vetes. Ai nuk kërkoi simpati, kërkoi llogari morale. Debati rreth rolit të Olsa Muhamedit është I pashmangshëm. Si arkitekte e formatit, ajo përfaqëson fytyrën publike të tij. Askush nuk pret që autoria të jetë edukatore kombëtare, por pritet që të ketë kufi etik. Kur programi ngjan më shumë me një kopje të shëmtuar të emisioneve të njohjeve të tipit konfliktual, kur intimiteti I njerëzve përdoret si karem, atëherë pyetja nuk është më artistike, por morale. Publiku nuk është turm pa mendim. Reagimet në rrjetet sociale pas fjalimit të Limit treguan se ka një lodhje të përgjithshme nga ky model. Shumë njerëz ndihen të fyer nga niveli I gjuhës që u futet çdo mbrëmje në shtëpi. Prindër që shohin fëmijët të imitojnë sjellje agresive, të rinj që mësojnë se fama ndërtohet mbi poshtërimin e tjetrit. Ky është çmimi I vërtetë I spektaklit. Televizioni dikur kishte mision formues. Edhe kur argëtonte, e bënte me një lloj elegance. Sot duket sikur gara është kush prek fundin më shpejt. Big Brother në Kosovë kishte mundësinë të ndërtonte një identitet të vetin, më njerëzor, më të mençur se kopjet e rajonit. Por rruga e zgjedhur deri tani të çon drejt banalizimit total. Fjalët e Limit, sado të ashpra, duhet të shërbejnë si kampan alarmi. Nuk ka rëndësi nëse ai ka gabimet e veta, e vërteta nuk matet me biografinë e atij që e thotë. Nëse produksioni vazhdon të sillet sikur asgjë nuk ka ndodhur, atëherë mesazhi për shoqërinë është I qartë. Çdo gjë lejohet për pak më shumë audiencë, ndoshta ka ardhur koha që formati të rishpik vetveten. Të vendos rregulla të qarta komunikimi, të mbrojë dinjitetin e garuesve, të mos e shes konfliktin si vlerë. Televizioni nuk është thjesht pasqyrë e shoqërisë, ai e formson atë. Dhe kur pasqyra mbushet me balë, edhe fytyrat që shihen në të fillojnë të duken të shëmtuara. Historia e këtij sezoni do të mbahet mend jo për fituesin, por për çarjen që u krijua mes publikut dhe produksionit. Limi vetëm sa e shqiptoi me zë të lartë atë që shumë e mendonin në heshtje. Nëse kjo çarje do të mbyllet me reflektim apo me arrogancë, mbetet për t'u parë. Por një gjë është e sigurt, spektakli që ushqehet me helm herët avon helmon edhe vetveten. Mbrëmja kishte rënë mbi shtëpinë e Big Brotherit dhe dritat e verdha të sallonit krijonin një atmosferë të butë, pothuajse intime. Banorët e tjerë ishin shpërndarë nëpër dhoma, dikush në kuzhinë, dikush në obor, ndërsa Klodi dhe Eliona kishin mbetur vetëm në divanin e madh. Prej ditësh mes tyre kishte diçka të pathënë, një bisedë që të dy e shtynin, por që po rëndonte sigur mbi gjoks. Klodi luante me gishtat, nuk e shikonte drejt në sy.
Eliona e ndjente që ai po mblidhte guximin për të folur. Ajo e njihte tashmë ritmin e frymëmarrjes së tij kur ishte nervoz. Duhet ta sqarojmë një gjë, tha ai më në fund, me zë të ulët. Eliona nuk u përgjigj. Vetëm pohoi lehtë me kokë. Unë të kam thënë diçka këtu brenda dhe nuk dua të duket sikur po luaj me ty, vazhdoi Klodi. Po të mos isha i lidhur jashtë me atë italianen, ne të dy do ishim bashkë. Ta kam thënë me zemër, jo për lojë. Fjalët mbushën hapësirën mes tyre. Eliona ndjeu një therrje të lehtë në stomak. Ajo e kishte pritur këtë bisedë, por kur u bë reale, tingëlloi më e rëndë. Ti më ke dhënë shpresë, Klod, i tha ajo qetë. Më ke dhënë fjalën. Nuk ishin thjesht muhabete kot. Ai e ngriti kokën dhe e pa drejt. Në sytë e tij kishte pendes, por edhe sinqeritet, e di. Dhe nuk pendohem për atë që ndjej. Por kam një lidhje jashtë. Kam një realitet tjetër atje. Eliona buzëqesh i hidhur. Edhe unë kam një realitet. Familjen time që më shet çdo natë. Më kanë thënë, më mirë të jetë shqiptar, më mirë dikush që e kupton botën tonë. Dhe unë të besova ty, fjala besë qëndroi në ajër si diçka e shenjtë. Klodi u përkul përpara, mbështeti bëryllat mbi gjunjë, nuk kam dashur kur të mashtroj. Nëse do isha single, s'do mendoja 2 herë. Do ishim bashkë, këtu dhe jashtë. Eliona ndjeu lotët t'i vinin, por nuk i lejoi të dilnin. Ajo nuk donte të dukej e dobët para kamerave, para ti, para vetes. Problemi është se ti nuk je single, tha me zë më të fortë. Dhe unë nuk dua të jem vajza që pret në hije. Klodi u ngrit dhe filloi të ecte ngadalë para divanit. Duke i humbur mes 2 botëve, asaj që ndjente dhe asaj që kishte lënë jashtë. Familja ime gjithashtu pret diçka nga unë, tha ai. Ata e njohin atë vajzën. Ka vite që jemi bashkë. Nuk është e lehtë të presësh gjithçka me thikë. Po as me mua nuk është e drejtë, ja ktheu Eliona. Më afrove, më dhe fjalën, më bëre të mendoj për një ne që ndoshta nuk ekziston kurrë. Heshtje, nga kuzhina u dëgjua zhurma e pjatave, por për ta bota ishte të kurrur në atë divan. Eliona filloi të tregoj se si e kishte përjetuar ajo gjithë këtë afrim, shikimet e vogla, xhelozitë e heshtura, mënyrën si ai e kërkonte me sy sa herë hynte në dhomë. Unë nuk jam vajzë që luaj me ndjenja, tha ajo. Kur ta jap besën, e jap me shpirt. Klodi u ul përsëri pranë saj. Edhe unë njësoj jam rritur. Fjala është fjalë. Prandaj po më vret kjo situatë. Ai i tregoi për netët kur rrinte zgjuar duke menduar si do duke jeta jashtë, a do guxonte të niste nga e para, a do kishte kuraj t'i dilte përballë familjes, traditës, zakoneve. Ti më ke trazuar krejt, pranoi ai. Nuk e prisja. Eliona e pa me butësi. Pavarësisht dhimbjes, nuk mund të urrente. Ndjente se mes tyre kishte diçka të vërtetë, jo thjesht histori për kamera. Unë nuk dua të jem arsyeja që shkatëron jetën e dikujt, tha ajo. Por as nuk dua të më shkatërohet e imja duke pritur një mrekulli. Biseda u zgjat me orë. Ata kujtuan ditën e parë kur ishin afruar, shakat, netët në obor, momentet kur gati ishin kapur për dorë dhe ishin tërhequr në sekondën e fundit. Klodi e pranoi, nëse do isha i lirë, do të zgjidhja ty pa frikë, pa kushte. Këto fjalë e prekën Elionën më shumë se çdo deklaratë dashurie. Por njëkohësisht ja bën plagën më të thellë. Faleminderit që ma thua të vërtetën, i tha ajo. Por e vërteta ndonjëherë dhem. Në fund vendosën diçka të heshtë. Labinoti u rrit me një fjali që i ndiqte pasi hije, Serbita ka vra babën. Nuk ishte fjali e thënë me urrejtje nga nëna e tij, por me dhimbje, me atë zë që dridhet kur njeriu përpiqet të mos qaj para fëmijës. Ai ishte vetëm 4 vjeç kur ndodhi lufta, tepër i vogël për të mbajtur mend fytyra, por mjaftueshëm i madh për të mbajtur mend frikën. Zhurmën e çizmeve, britmat e lagjes, erën e tymit që hynte nga dritarja e vogël e shtëpisë së tyre në periferi. Në shkollë fëmijët flisnin pa e kuptuar peshën e fjalëve. Serbi, Serbi. E thoshin si loj, si sharje pa adresë. Por për Labinotin ajo fjalë kishte emra, babën, axhën, 2 kushërinë. 4 burra të shtëpisë që nuk u kthyen më. Ai nuk dinte as ku e kishin varrin. Nëna i tregonte se trupat ishin humbur, se dikush i kishte parë për herë të fundit pranë një lumi, por asgjë nuk u vërtetua kurrë.
Për një fëmijë, mungesa e varrit është si një plagë që nuk mbyllet, nuk ke as gur ku të qash, as vend ku t'i flasësh heshtjes. Vitet kaluan dhe Labinoti mësoi të qeshte si të tjerët. Luante futboll në obor, ëndërronte të bëhej mekanik, të rregullonte makina që njerëzit të shkonin larg, atje ku nuk kishte më kujtime lufte. Por brenda tij jetonte një djalë i vogël që priste të dëgjonte trokitjen e babës në derë. Në çdo burr me flokë të thinjura kërkonte një ngjashmëri, mënyrën si ecën. Si ndes cigaren, si qesh me gjysmë buzë, kur u ftua në atë emision televiziv, mendoi se do të fliste për jetën e tij, për punën, për ëndrat e reja. Moderatori ishte i buzëqeshur, drita të forta, publiku duar trokiste. Por sa po biseda preku temën e fëmijërisë, diçka u thye. Një nga të ftuarit përmendi me lehtësi fjalën serb, sikur të ishte term historik i thatë. Për Labinotin nuk ishte fjalë libri, ishte fytyra e nënës së tij kur zgjohej natën duke bërtitur. Ai e ndjeu gjakun t'i ngjitej në kokë. Duart filluan t'i dridheshin. Ju akoma ua përmendni fëmijëve serbin si me qenë për rallë, tha me zë të ulët në fillim. A ju vjen turp? Unë nuk e di as ku e ka baba varrin. 4 veta të familjes mi ka vra serbi. 4. Studioja unë pak. Askush nuk po fliste. Moderatori tentoi ta qetësonte, por fjalët I mbetën në fyt. Labinoti u ngrit në këmbë. Karrigia bëri një zhurmë metalike që u duk më e fortë se çdo britm. Unë nuk mund të rri këtu e me u bë sikur këto janë veç tema diskutimi, tha. Për mua janë eshtra pa emër, janë net pa gjumë të nanës tem. Ai hoqi mikrofonin, e la mbi tavolinë dhe doli. Kamerat vazhdonin të xhironin shpinën e tij që largohej në korridorin e gjatë. Askush nuk e ndali. Ndoshta sepse askush nuk dinte çfarë t'i thoshte një njeriu që mban brenda vetes një varrezë të tërë, jashtë binte shijimën. Labinoti eci pa drejtim, derisa u gjend pranë lumit të qytetit. U ul në një stol dhe për herë të parë pas shumë vitesh qau hapur, si fëmijë. I dukej sikur po e tradhtonte babën duke u përpjekur të jetonte normalisht, sikur harresa të ishte faj. Ai kujtoi një ditë të largët kur nëna e kishte marrë për dorë dhe kishin shkuar në një zyrë të kryqit të kuq. Në mur ishin varur fotografi burrash të humbur. Nëna I kishte parë një nga një me sytë të skuqur, ndërsa ai luante me një makinë të vogël plastike. Mos u lodh, nan, I kishte thënë një grua aty pranë, shumë nuk gjenden kurrë. Ajo fjali I ishte ngulur në tru më fort se çdo mësim shkolle. Pas emisionit, rrjetet sociale u mbushën me komente. Disa e përkrahën, të tjerë e quajtën të tepruar, I thanë se duhet të shohë nga e ardhmja. Por kush mund t'i tregoj njeriut kur I mbyllet e kaluara? E ardhmja e Labinotit ishte ndërtuar mbi boshllëk, ditët që pasuan ai nuk doli nga shtëpia. Nëna e vëzhgonte në heshtje, sikur të kishte frikë se po e humbiste edhe djalin e fundit. Një mbrëmje ajo I solli një kuti të vjetër prej druri. Brenda ishin disa fotografi të babës, me kostum dasme, me shokët në ar, duke e mbajtur Labinotin foshnjë në krah. Mos e mbaj krejt këtë dhimbje vetëm, I tha. Baba yt nuk do të donte me të pa kështu. Ai I preku fotografit me kujdes. Si të ishin të gjalla. Për herë të parë mendoj se ndoshta detyra e tij nuk ishte të ruante zemërimin, por kujtimin e butë të atyre që ikën. Të fliste jo për hakmarrje, por për dinjitet. Pas disa javësh vendosi të kthehej në ekran, këtë herë me kushtet e veta. Në një intervistë tjetër tregoi historinë pa britma. Fol për fëmijët që rriten me plagë të trashëguara, për nevojën që shoqëria të mësojë të dëgjojë para se të gjykojë. Unë nuk urrej askënd, tha në fund. Urrejtja ma ka marrë babën, nuk dua t'i jap edhe shpirtin tim. Fjalët e tij prekën shumë njerëz. Disa familje të tjera të zhdukurve e kontaktuan, krijuan një grup për të kërkuar eshtrat. Për të mbledhur dëshmi. Labinoti u bë zëri I atyre që nuk kishin mikrofon. Ai ende nuk e di ku e ka varrin baba, por tashmë e di se nuk është vetëm. Ndonjëherë, kur kalon pranë fëmijëve që luajnë në park dhe dëgjon ndonjë prej tyre të përmend me shkujdes fjalë të rënda, ai ndalet dhe u flet qetë. U tregon se fjalët kanë peshë, se pas tyre fshihen jetë të tëra. Fëmijët e shohin me habi, por diçka mbetet tek ta. Historia e Labinotit nuk është vetëm e tij. Është e mira shtëpive ku karriget kanë mbetur bosh, ku fotografit janë bërë altar të heshtur. Është kujtesa e një populli që përpiqet të ecë përpara pa I harruar të rënën.
Dhe çdo herë që ai merr frym thellë zgjedh të flasë me dinitet, jo me urrejtje, i duket sikur një gur i vogël vendoset mbi varin imagjinar të babës, një gur që thotë, nuk të kam harruar, por po mësoj të jetoj.